Me urdhër të prokurorisë së posaçme, SPAK, ish kryebashkiaku të Kavajës Elvis Roshit, i është sekuestruar celulari si dhe është ushtruar kontroll ndaj banesës së tij. Dyshohet se sekuestro i celularit dhe ushtrimi i kontrollit të banesës ka lidhje me hetimet që po kryen SPAK lidhur me krimet elektorale të ndodhura gjatë fushatës elektorale dhe ditën e zgjedhjeve. Përveç Roshit, janë ushtruar kontrolle në 12 objekte dhe janë sekuestruar 9 aparate celular, megjithëse janë ndërmarrë këto veprime procedurale. Aktualisht ndaj Roshit nuk është vendosur asnjë masë sigurie. Hetimet po ndiqen nga prokurori i posaçëm Kondilli dhe janë realizuar nga strukturat e Byros Kombëtare të Hetimit me mbështetjen e Policisë së Shtetit. Kujtojmë se më datë 11 maj, një qytetare e identifikuar si Xhuli Duda është ndjekur nga agent civil, ku është parë duke u takuar me Elvis Roshin dhe më pas ka dalë për të vazhduar rrugën e saj, ku është kapur me një listë me emrat e familjarëve të saj. Kjo ka ngritur dyshimet se është paguar në këmbim të votës. Duda u mor në pyetje pasi u kap në flagrancë, ndërsa hetimet ende vazhdojnë.